Mirëqenia është arti për të gjetur ekuilibrin midis asaj që bën dhe asaj që ndjenj. Ajo nuk kërkon perfeksion, por pranimin e vetes ashtu si je. Kur ndalon së dënuari veten për të kaluarën dhe fillon ta ushqesh me dashuri çdo mendim, çdo veprim e çdo frymë, ti krijon një jetë të shëndetshme që buron nga brenda dhe jo nga jashtë.